Në një botë ku shpesh emocionet fshihen pas buzëqeshjeve dhe suksesi matet me duar trokitje. Ka histori që lindin nga dhimbja edhe më e thellë, por që kthehen në art të pavdekshëm. Sot kemi para një rrëfim që na prek zemrën, një artist që guzoi të ndajë me publikun plagën e tij më personale duke shndruar mungesën në muzikë. Projekti i ri të cilin më e kemi dëgjuar gjithandej Rabia, ai nuk e sjell vetëm me një këngë, por me një dedikim për nënën e tij të ndjerë. Një histori dashurie, mall dhe premtime që ndonjëherë fatkeqësisht thyhen, vetëm për të jetuar përgjithmonë në art. Për të treguar më shumë rreth këtij rrugtimi emocional artistik, në studio e kemi atë të vetmin Argjend Gjigjon Argjend. Faleminderit që je zgjuar këtë mëngjes të vish nga Tetova në Shkup vetëm për emisionin tonë. Si e tha, nga Tetova. Po nuk kemi edhe aq larg, për ty vi edhe për te oqean. Kur të kam paraqitur në telefon, më the fluturoj për ty, kështu që më erdhi aq mirë ajo fjalë që e the të përgëzoj dhe të falenderoj. Ti ke thënë, do e filloj me një emisionin, sepse jemi drejt për drejt dhe minuta dua deri në sekondën e fundit të shfrytëzoj. E the se po e thyen premtimin e fundit që i dhe në nësante. Ashtë kjo në një farë mënyrë forma më e sinqertë e dashurisë që mund t'i dhuroje duke kthyer dhimbjen tënde në art? Patjetër. Ajo ishte një grua shumë e hareshme dhe kënga ime e parë në fakt ishte një baladë shumë e fuqishme, Libertet titulohet akoma. Edhe tha, e mirë kjo kënga, po tha, pak më argëtuese herave tjera, edhe kjo më mbeti në mendje, megjithatë sigurisht kam tentuar dhe sigurisht projektet vijuse janë shumë më të hareshme, por ndonjëherë duhet bërë edhe një dedikim. Shumë ke edhe projekte të Po, ti e din më mirë se unë. Edhe dedikimi është dedikim. Dhe balada është baladë, dhe nuk duhet ta bëjmë atë dallimin mes këngës e trisht apo jo e trisht. Është këngë e mirë apo jo, ndjehet ose nuk ndjehet. Shumë thjesht. Dikush më thot sa të dhimbshme pas ke këtë këngë, po unë nuk e shoh ashtu, unë e shoh si një kujtim, si një dedikim. E vërtet. Tani për dikë që nuk është më, ne zgjedhim se si do ta kujtojmë. Unë e kujtoj me shumë mall dhe këtë mall e kam shprehur në projektin e fundit. Është shumë personale, sa ishte e vështirë që ti ta sillje, ta publikosh në pjesë kaq intime me publikun? Thënë të drejtë, në fillim ishte vullneti dhe dëshira shumë e madhe për ta bërë këtë. Dhe më pas, jo që i kam ra pishmanit, po pastaj e kuptova se sa e rëndë është, se sa peshë e rëndë është. E di në fillim është dua një këngë kështu, ne artistët kur fillojmë ta pikturojmë këngën, dua një refren. Atë perfekcionizmin nuk... Po, e dija në fillim, e dija që unë dua një këngë për nënën, po jo domosdoshmërisht jetë këngë e nënës. Unë doja që në emrin e saj, si nën, të jetë emri i saj vërtet, pra Rabia, si që edhe kishte emrin. Dhe doja që në këtë formë dhe të solidarizohej me shumë gra që përgjatë gjithë viteve kam patur emrat e burrave të tyre, për shembull, etj etj. Dhe duke thënë dhe duke tentuar që gruaja është e pavarur, si e tillë, me një emër dhe me një mbiemër, dhe mbi gjitha përpara se të jetë një nën, ajo është një person, një njeri, që unë kam pat fatin ta kem nën, po tani dikush e ka pat mike, dikush e ka pat motër etj etj. Dhe kjo këngë është një dedikim familjar, më shumë se sa thjesht një projekt. A ishte kjo arsye pse vendose që për këtë temë nëpërmjet muzikës të flasësh, për këtë temë që prek të gjitha nënat shqiptare dhe gjitha gratë shqiptare? Ishte shumë e vështirë, por e ndjeta edhe mungesën e projekteve të këtij lloji. Ka shumë këngë për nëna, kjo është e vërtet. Por siç edhe ke vërejtur, nuk kam përmendur në asnjë moment fjalën nën. Jo. Sepse mendoj që një jetë e plot nuk mjafton për t'ia thënë nënës nën. Megjithatë kur rritemi në një moshë, kuptojmë që nuk e di për ty, po besoj që kështu është ai raporti kur rritemi pak edhe fillojmë me emra i thrasim prindërit. Po. Më shumë shoqërohemi me to. Ai llastimi ndoshta afërsia, unë mendoj se afërsia dhe nevoja ta kesh sa më afër nuk don më duket se edhe më afër se nëna dëshiron që ta kesh. Kështu që për atë edhe po fiks, edhe prandaj edhe është aq personale. Po. Kjo e bën akoma më të fuqishme se sa thjesht një këngë. Nuk i nënçmoj këngët e tjera, unë veti dua, jam fanatik i këngëve për ku shpreh dashuria e gjithë përfshirëse, për gjithë këngët, por me që flasim për nënat dhe muaji mars është muaji që dedikohet grave më shumë. Uroj që çdo muaj të jetë i tillë dhe unë doja që të jetë projekt më personal. Prandaj dhe ideja ishte që emri i saj të jetë edhe titulli i saj dhe doja t'i këndoj Rabias time siç e kam njohur.
Një përvojë shumë personale, shumë e thellë, të ka ndryshuar si artist? Ke ndryshuar ti si artist pas kësaj përvoja? Po në fakt Gjanan me që njihemi edhe personalisht kishte kohë pa bërë një projekt. Po. Dhe gjithë kjo periudha në mes më ka bërë që të reflektoj dhe të kuptoj dhe të flas me veten time se ku e shoh edhe rrugtimin tim artistik. E shoh që gjithë po vrapojnë në një kohë kaotike për klikime, për vëmendje etj. Është një kohë tiktokiane, nëse guxoj ta quaj kështu, por unë zgjodha që të bëj atë që është e sinqertë dhe e vërtet. Sigurisht ka dhe projekte të tjera që janë më të buta në sensin e peshës së emocionit, por nuk do kisha thënë që do bëjnë ndonjëherë këngë pa emocion fare. Kur jemi të emocionet, a mendon se arti lind më shumë nga dhimbja apo nga limturia? Të dyja. Nuk dua t'i bëj hyzmet mendjes që vetëm nga vuajtja, se pastaj edhe kemi një jetë pak të vështirë. Unë dua edhe në artin tim dhe të gëzohem. Kështu që nuk mendoj që vetëm nga... është ajo klisheja që baladat dalin, po jo, baladat janë ato këngët e fejesave dhe martesave, për shembull. Po çfarë vuajtje ka? Po pse jo? Po çfarë vuajtje ka? Është një festë, apo? Po. Kështu që duhet bërë një balans në jetë. A gëzojmë tani ta dëgjojmë këngën, ta shikojmë dhe pastaj të rikthehemi dhe të vazhdojmë. Edhe më tej regjia, ju lutem këngën Rabia tani ta dëgjojmë edhe për ata të cilët nuk e kanë dëgjuar dhe do e kenë për herë të parë dhe ne pastaj do rikthehemi dhe do e komentojmë edhe pak. الجنة تحت أقدام الأمهات Ti për mua mbetesh për gjithmonë nere Vitet po kalojnë ti sa festa mbeten bosh në jetë Më levet Rabia, Rabia Ka një kohë që s'të kam pa Beso nuk munde më Si që më dur thras në vete Rabia, Rabia E gjithë bota e ka pa I ke jote sa m'ka vra S'është e letë e cësh në pucët e mija Rabia Pati jam veç një I humbur një fami Kërkoj zërin që bashkon të këtë shtëpi Duaj orgovanin tim që më nuk qenë Ranve Rabia, Rabia Ka një kohë që s'të kam pa Beso nuk munde më Si që më dur thras në vete Rabia, Rabia E gjithë bota e ka pa I ke jote sa m'ka vra S'është e letë e cësh në pucët e mija Rabia I ke jote sa m'ka vra S'është e letë e cësh në pucët e mija Një projekt që edhe vizualisht është I kompletuar. Ideja e vizualizimit e kujt ishte? E gjithë ideja që patëm mundësi ta shohim ishte e imja, po mos I marru në lëvdatat mbi vete, sigurisht ishte një ekip që mirëpriti ideën time dhe deri në fund e realizoi, deri në detajet e fundit, dhe thënë të drejtën
Edhe mua më pëlqen. Ta thash derisa po e shijonim muzikën se ka këngë të cilat dua vetëm ti dëgjoj. Rabia është një nga ata që dua edhe ti shikoj edhe ti dëgjoj, sepse ai video teksti, ndoshta edhe efektet momentale se shumë luan rol edhe montimi. Realisht, ndoshta ato efektet ku ndron muzika, ndrohet skena, ma luaj një rol thellësisht, sidomos këtë këngë ndjen sigurisht më së shumti ai që ka humbur dika të afërt të jetës së tyre dhe është një këngë jashtëzakonisht për tu vlerësuar dhe për të ta si thon kapelen. Mbaroj Ramazanit dhe ta jap një kafe për kaq detaje të bukura që... Jo, unë jam detajiste në këtë pjesë, më kulturën dhe showbizin e kam me vitet të tëra dhe më duket se sikur kam doktoruar në këtë pjesë dhe kam shumë sy kritik ndaj videoklipeve. Sepse mendoj se një këngë duhet i përshtatet videoklipi dhe anasjelltas, po që normalisht tani për klikime e the edhe vetë bëhet më gjithçka. Pas ty të njohim si shumë eksploziv në aspektin pozitiv, një person shumë i dashur, temperament, pas këtij projekti kaq personal, çfarë presim prej Argjendit? Jam në përfundim të një projekti tjetër. Kam këtë fat dhe kënaqësi që janë ndoshta për herë të parë ta shpreh te ju, kam bashkëpunëtor të ri. Kënga e re do të vjetë në bashkëpunim me Darko Dimitrov, një producent që besoj që gjithë e njohin për punën që ai ka bërë. Po ndonjëherë edhe producenti nuk është kyç për një projekt, kështu që i kemi bashkuar forcat, do tentojmë të bëjmë diçka shumë interesante, verore. E di si e kanë këto kënga verore dimrore, është një këngë... E vërtetë është, besoj se është e vërtetë se kur e dëgjojmë themi kjo që ka më shumë për verë. Po, edhe kjo që vijon do të jetë më shumë për verë. Për ato verat e gjata në det, për ato rrugtimet e gjata deri në jug. Kështu që kemi projekte të reja, po do ja lëm kohës se nuk do të bëj premtime, zakonisht më kanë zhgënjur këto premtime, deadline-at dhe afatet që duhet i respektoj. Jo, është më mirë, mos i japësh. Punohet, kjo është e rëndësishme, punohet dhe për mua si artist është shumë e rëndësishme që të punohet, sepse ja sapo ka mbaruar Rabia. Babi ka pas emrin Bari, kështu që... Po, jemi sinkronizu. Edhe sa po përfundoj ky projekt, me njëherë mora në telefon Darkon. Kur po e përfundojmë sa po leje këtë njëherë, jepja kohën pak, po thash, dini ti si është, dua të fillo studio. Në skenën muzikore shqiptare, sidomos në vendin tonë, ke një stil jashtëzakonisht shumë unik. Kë nga shqiptare do kishe veçuar për originalitetin në këtë botë ku gjithçka po kopjohet? Ka prurje të reja, sa herë që ankohemi nuk ka artist. Jo, artist ka shumë? Po, ka prurje të reja, ka artist të mirë. Besoj që është pak e rrugës që edhe artistët që janë ndër vite në këtë industri, t'u hapin dyert pak artistëve të ri. Dhe këtë nuk e them personalisht për mua, sepse nuk jam edhe aq i ri. Po ka shumë emra të ri që ja vlen të dëgjohet. Unë do të kisha veçu artisten Lore. Amanet. Është shumë e mirë. Lorea është edhe si person është shumë gjan. Edhe tjetër, pastaj ka prurje edhe në Shkup ka madje shumë prurje të reja interesante. Po që do shohim çfarë do bëjmë. Do e shohim, po nga arena ndërkombëtare me kë mundet ta sheh veten me bashkëpunim Argjendi. Me Bibi Rexën. Me tonën, me më të mirën. Unë e dua originalitetin e saj, e dua spontanitetin kur i nxjerr ato videot në TikTok, ashtu sa është zhruar nga gjumi, e pa rregulluar, se sa është vetvetja, se sa s'ka komplekse vajza. Dhe kjo na mungon neve, apo? Sa nuk ka komplekse vajza, me gjithat famë botërore, ndërsa neve pa ja fut 15 filtera nuk e postojmë një foto. Fatkeqësisht, ku jemi të TikTok edhe Instagrami, cilin e ndjen më shumë nga këto rrjetet? Po në Instagram kam krijuar veçse një audiencë, kam shumë lëvizje, qarkullim të themi, kam profil të vjetër, po përsa i përket TikTokut e kam mjet pune dhe po adaptohem edhe unë, jo që nuk di ta përdori, por shumë gjëra që bëjnë në TikTok më duken pak si themin e cringe. Të njëjtën e mendoj. Po, do ta te kaloj atë momentin, e sheh sa bukur flasim këtu në studio me një staf të mrekullueshëm, po do ta te kaloj atë momentin në telefonin të flas, nuk e bëj dot. Të njëjtën e thash, s'mundem flas vetëm me vete. Do të thonë nuk e di, më duket e çuditshme, hajde do e vesh një outfit diçka. Po pastaj edhe kur vin puna të flas me veten duket se ti
e çuditshme, po avash mësohemi sepse nuk duhet patjetër të mësohemi, jemi duke jetuar në botën e asaj. Po, ku jemi te krinxhllëku dhe te origjinaliteti, sa është argjendi i njëjti në rrjetet sociale, po edhe në jetën private? Unë kisha thënë që është 100% i njëjti, përpos që në jetën private është shumë më shumë punëtor se sa që duket në Instagram. Unë e di se sa je punëtor, po të tjerët se di ja e din, se unë e di se argjendi sa është punëtor, dhe se sa është i gjithanshëm si një meduzë cila je i kyçur në çdo projekt kulturor dhe mundohesh të kontribosh në të mirën e të rinjve në çdo mënyrë. Çfarë do që të jetë, je aty. Shumë e vërtetë është, po sepse edhe atë rolin e kam si në punën që bëj full time, që të flasim besoj ndonjëherë tjetër. Patjetër, po. Por kam bërë edhe një gërshetim mes punës full time që e bëj dhe atë që e bëj si hobi për momentin dhe që uroj të jetë profesion shumë shpejt. Kështu që arti na bashkon, arti është për gjithë dhe kështu mundohem edhe t'i kultivoj rinin të tovare më shumë. Ku jemi të rinia, sa i kushton rëndësi opinionit të tjerëve nga, sigurisht merr komente dhe vlerësime edhe negative, sepse ekzistojnë nga ata që nuk e kanë ditën thjesht, unë nuk i vlerësoj si njerëz të këqij, po nuk e kanë ditën dhe shprehen, apo mëllefin e tyre e japin për komente. Si i menaxhon? I merr nga zemrës, i lën aty letrin? Në fillim e kisha një strategji. Ma thuaj paktën të lutem, po di edhe për vete. Nga që jam veti medias dhe ti e din këtë dhe e kisha, ky është kanali im, për shembull në YouTube, edhe do t'i ndaloj komente sepse është kanali im. Po, unë mund të bëj çfarë të dua, po. Po. Pastaj kuptova që njerëzit me zemër të keqe të gjejnë edhe kanale të tjera. Edhe kam punuar në këtë drejtim duke rënë dakord me veten time që ato në fakt kanë probleme veten e tyre, jo me mua, kështu që komentet për këtë gjë janë për të komentuar, ju uroj që të gjejmë psikolog të mirë t'i shërojnë komplekset, kaq. Thjesht ta ke një ditë më të mirë dhe të jenë të plotësuar, kur je i plotësuar s'ke kohë para se fillon emisionin e tham, kur ke shumë punë s'ke kohë të mendosh diçka tjetër. Derisa vije këtu, apo derisa kur do kthehesh në Tetov, çfarë dëgjon në vetur? Shumë pyetje e mirë kjo. Ndonjëherë shpesh. Po jo, vetëm këngët e tua tash dua ta di edhe çka dëgjon tjetër. Jo, e vërteta është që këngët e mia sapo realizohen, sapo finalizohen, nuk i dëgjoj më asnjëherë. Si di e di. Po sepse lodhem duke e bërë në studio, duke e pritur, duke e realizuar, duke e rishkruar, duke gjetur detaje dhe problematika ku nuk ekzistojnë realisht në këngë, unë zbuloj ato. Duke di kam një aftësi që zbuloj diçka që nuk ekziston. Unë e kam hobi me kriju situata që nuk ekzistojnë, unë hobi e kam. Po e pas kemi të përbashkët. Dhe momentin kur unë them amin, kjo është kështu mirë është, më pëlqen që realisht duhet shumë kohë për ta thënë këtë. Fokusohem te projektet e radhës dhe zakonisht dëgjoj demo versione. Këtë e kam edhe sidomos në vetur, por nëse e di që është një rrugtim më i gjatë, për shembull shkoj në një shtet tjetër apo për pushime, unë dëgjoj muzikë gjithë përfshirëse të Ballkanit. Më pëlqen shumë muzika kroate, le të themi. Të lumt. Tani jemi në fund të emisionit, se i shikoja minuta që se thash dua të shfrytëzoj deri në sekondin e fundit. Një mesazh për të gjithë të rinjtë që kanë ndrojë të dalin dhe të jenë vetja, po ashtu edhe që kanë kaluar një situatë shumë të vështirë dhe situatat e vështira argjend, ta them, nuk do e luaj rolin e psikologut, po seriozisht luajnë shumë një rol nëse ne i mbyllim në vete dhe pastaj ajo reflekton në mënyrën se si ne i qasemi të tjerëve dhe mënyra se si i trajtojmë të tjerët tregon për një problem apo një barë të pashëruar që e kemi brenda vetes. Një mesazh për të gjithë ata që kanë humbur dikë të afërt dhe nuk dinë se si ta shprehin atë dhe se kanë dëshirë të jenë në botën tonë, po e kanë të vështirë. Le të guxojnë me vendime kaq të mëdha kush sa do të jetojë, merret dikush tjetër, nuk merremi ne. E jona është që të ndjekim atë caktimin e dikujt. Me që jemi edhe në prag të Bajramit, unë mundohem të jem një musliman, i devotshëm, atë sa mundemi, por dua të them që caktimet e Zotit janë ato që Zoti cakton dhe jo ne, e jona është vetëm t'i ndjekim ato dhe t'i mirëpresim, sepse edhe po deshëm ta bëjmë të kundërtën, nuk e kemi atë fuqi, kështu që më mirë përqafojmë atë që na sjell jeta se sa të tentojmë të bëjmë diçka për cilën me të vërtet jemi të pafuqishëm.
Të lumë për këtë mesazh, i thjesht, koncis, por shumë i qartë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Unë këtu nuk e përfundoj rrugtimin tim me ty, sepse kam edhe shumë tema tjera, po që dua ta lem jo në emision, ta bëjmë një kronik të bukur me shumë ngjyra, të gjitha ngjyrat e argjendit. Mundet, me shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Po më premton publikisht. Patjetër. Atëherë faleminderit shumë, do shkëputemi tani.